Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët të këtë pasdite në Dita me ne. Sot do të flasim për muzikën, pra për kryesisht për piano, dhe këtu në studia kam deri ta kem një pianist, i quajtur Art Saliu, i cili do të na tregojë gjithçka mbi eksperiencën e tij, pra për çdo notë, për çdo tingull, edhe për performanca, për ndoshta ato të fshehura të artit që ne sot do t'i nxjerrim në pa. Kam kënaqësinë ta kem studio. Përshëndetje Art. Përshëndetje Adeja, për ju, për stafin e DTV. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit që ke gjetë kohë dhe më ardhur sot në studio, mirë se vjen. Si ka fillu rrugtimi atë muzikor? Për ata që nuk më njohin, unë jam Art Saliu, pianist, vi prej qytetit Gjilanit, që në femiri nga lindja ime, prindrit kanë pas dëshirë që unë të merrem me art, gjithashtu edhe emërtimin ashtu më kanë lënë, dhe pastaj kam parë me kohën që unë kam talent për muzikë, dhe më kanë regjistruar në shkollën fillore të muzikës në Gjilan, aty gjithçka ka filluar për mua. Me fillimin në shkollën fillore, aty pash që unë kam një pasion të veçantë për instrumentin e pianos, ku edhe fillova të ushtroja dhe të praktikoja këtë instrument. Qysh ka qenë kështu prej shkollës fillore, gjithmonë kështu ka muzika, është një kështu një rrugtim jetësor që me të vërtetë ka një farë magjie të vetën, unë ashtu e mendoj. Po, është vërtet që është një magji në vete, por ka qenë edhe një sakrificë për atë kohë, pasi kam qenë i vogël dhe është dashur që të shkoj në dy shkolla njëkohësisht, edhe në shkollën normale dhe në shkollën e muzikës, ku kemi pasur edhe lëndën e solfegjës dhe lëndën e teorisë. Por gjithashtu unë kam qenë shumë fëmijë entuziazmuar për muzikën, dhe për shembull kur kam qenë në klasën e 2 gjithmonë kam pasur librin e klasës 3 dhe kam qenë një hap parë gjithmonë. Pra ka interesi kështu me të vërtetë pas kanë po kështu prind tepër, pra e kanë po edhe të ardhmen tonë në një farë mënyrë dhe interesimin, pra dashurinë që e keti për artin. Pse pikërisht pianon? Çka të ka pëlqyer pianoja, çka tërheq kështu? Nuk e di, vetëm piano ka qenë kështu një pasion për mua, shumë e kam dashur këtë instrument, dhe piano është instrument shumë i dashur edhe për fëmijët e tjerë dhe në përgjithësi. Dhe ka një benefite shumë të mëdha instrumenti pianos, zhvillon trurin, ul ankthën, stresin dhe gjithçka rreth saj. Domthonë rrugtimi im ka filluar si fëmijë, unë nuk e kam pasur mendjen që ta kem profesion të njëjtën në këtë instrument, por në fillim vetëm pasion, por më pas, kur fillova në shkollën e mesme, aty kisha një provim. Provimi ishte për të hyrë në drejtimin instrumental, ku kanë qenë dy drejtime, drejtimi pedagogjik dhe drejtimi instrumental. Por unë doja të vazhdoja në drejtimin instrumental, ku edhe kisha fatin të pranohesha në këtë drejtim, dhe fillova në drejtimin e profesorit Visar Osmani, ku jam shumë mirë njohës ndaj tij, pasi ka marrë një bazë të fortë për këtë instrument. Çfarë ndjenje ka qenë kështu kur e pranoi? Ka qenë një ndjenje papërshkrueshme, pasi pianon që e kisha vetëm pasion, tani u bë profesion për mua. Dhe gjithashtu me punën që e bëja në shkollë të mesme, e mora me seriozitet të madh, ku punova me profesorin Visar, gjithashtu ai më ndihmoi edhe në mënyrë pedagogjike që sot të kem më të lehtë të punoj me fëmijë dhe me të rinj në këtë instrument. Me krahasu vetën tash, me ndoshta fillimet e tua të muzikës, pra ndoshta ato vitet e para kur je ndi që je perfeksionu kështu në piano. Ç'është duket vetja? Piano është interesante pasi piano është një instrument pafund. Asnjëherë nuk mundesh të dalësh në fund këtij instrumenti. Po vetëm me punë, domethënë arrin pjekurinë artistike në këtë instrument. Pra është kështu goxha një instrument që është vështirë me perfekcionu në fakt, sepse ndoshta mund ta kemi thjesht atë konceptin se si të mësohet, si atë janë hapat e parë, por kemi ndoshta mundësi të pafundme për krijimtari, pra në këtë pjesën e pianos. Është e vërtetë, është një krijimtari e pafundme, po tregoj edhe si metaforë pak pianon zakonisht llogaritet si lloj matematike, por matematik 2 + 2 bëjnë 4, ndërsa në piano nganjëherë bëjnë 3, nganjëherë 4, nganjëherë 5. Aty nuk është asnjëherë e njëjtë. Gjithmonë kurrë fund nuk ka ky instrument. Do të punë gjithë jetën për me perfekcionu këtë instrument. A mundesh me na tregon ndoshta atë performancën e parë që ke pas prej që ke filluar më mirë me piano, ndoshta kështu në mënyrë më intenzive?
Në mënyrë më intenzive kam filluar në shkollën e mesme, por edhe në shkollë filluar kam pasur koncerte të ndryshme, si solist, por ashtu edhe si në bashkëpunim me instrumentet e tjera. Por në shkollën e mesme ishte më e gjerë kjo lëmi e koncerteve që kemi organizuar dhe kisha mjaft sukses në atë kohë. Në rregull, a çka qenë ai emocioni kështu ndoshta me pa ma shumë persona, me admiru punën tonë? Në fillim ka qenë shumë e vështirë, pasi nuk ishim mësuar me skenën, por me kohë edhe nga përkraja e njerëzve, kolegëve, e prindërve edhe gjithçka ka ndihmuar shumë të kjo pjesë. Ju jeni zhvilluar shumë këtë fushë. A keni kështu aspirata që ndoshta mos mundon me këtë lloj intensiteti të punës? Unë edhe ashtu kështu nuk jam duke u ndalur, gjithmonë jam duke punuar për të arritur në një nivel më lartë. Gjithashtu për synim kam të arrij edhe në nivel ndërkombëtar me këtë instrument. Po, pikërisht kjo është shumë e rëndësishme, duke marrë parasysh që arti tek ne ndoshta e kemi kërkon shumë punë për mu marrë ndoshta edhe më shumë seriozisht nga shumica e personave, sepse mendojnë se kjo punë është ndoshta nuk është as fitimprurse, apo kjo janë ato mendime që mundet me dikush mi mendu edhe mu step nga kjo. Pra, dashuria për këtë profesion është ajo që me të vërtetë e mbajnë gjallë atë personet dhe mbajnë gjallë në fakt tërë komunitetin tonë artistik. Po, ashtu është, sepse për të marrë me këtë lloj lëmie duhet sakrificë shumë e madhe, pasi është e vërtetë që nuk është shumë fitimprurse muzika, por dashuria e madhe për muzikën na bën që mos të ndalemi kurrë nga kjo. Pianoja po ashtu edhe muzika në përgjithësi kërkon goxha kështu investim personal. Pra, e tërë jeta bazohet rreth artit, do me thonë, është një sakrificë, goxha ndoshta edhe e kohës, ushtrimet e shumta. Është një sakrificë shumë e madhe dhe dihet nga të gjithë se është një profesion shumë i kushtueshëm, por në fëmijëri e mojnë mend kur fillova me muzikën e kisha vetëm një sens shkollor ku ushtroja. Pastaj me kohën edhe prindrit jam falendërues shumë ndaj prindërve që më kanë ndihmuar financiarisht, edhe emocionalisht normal, por edhe financiarisht për të vepruar këtë veprimtari. Po pikërisht sepse domethënë juve ju kanë marrë seriozisht që nga shkolla fillore, pra edhe për juve ka qenë goxha një sakrificë, përmendet keni qenë edhe keni vijuar edhe shkollën normale, por edhe shkollën e muzikës, pra si fëmijë pa e pas një dëshirë, por pa e pas edhe talentin në fakt. Ndoshta edhe kishe pritu mundem me thonë. Është e vërtet pasi është më ndryshe nga veprimtaritë të tjera, pasi muzika kërkon me thonë 90% talent edhe 10% punë. Gjithmonë nëse nuk ke talent është shumë probleme në kuq në këtë veprimtari. Pra është kjo ajo veshje muzikor që mundemi me thonë, pra dëgjimi i tingujve, ndoshta edhe vetëm logjika muzikore muj me thonë, pra se kemi diko që mundemi thonë në gjuhën popullore ja u rrok për këtë punë. Edhe unë mendoj ashtu, pasi mendoj që kjo veprimtari është vetëm e të lindur, nuk mundemi të zhvillohemi deri në një pikë, por jo të kemi si profesion dhe të jetojmë për kësaj pune. Në kësi raste, për shembull, mundemi me pas ndoshta ku edhe talenti mund të vdes nëse nuk ushtrohet. Po, edhe kjo mund të ndodhë nëse talentin ta jep Zoti me një fjalë, por nëse nuk e shfrytëzon talentin, nuk mundesh me arrit asgjë. Çfarë përfaqëson piano për ju sot shpirtërisht? Piano përfaqëson gjithçka për mua, sepse gati kalova tërë jetën time duke u marrë me këtë instrument dhe është një pjesë e pandashme për mua. A keni pas ndoshta ndonjë moment i cili nuk e keni vënë ndoshta me shef? A keni pas ndoshta një moment dyshimi, kur keni pas ndoshta interes për ndonjë instrument tjetër apo diçka e tillë? Jo, nuk është që kam pasur interes për ndonjë gjë tjetër, por dihet se publiku e sheh vetëm rezultatin në fund kur dalemi në koncerte, por nuk e sheh punën e lashme më pas që ndodh për të arritur në atë nivel. Muzika don shumë punë dhe përkushtim të pandalshëm dhe me punë, domethënë puna e përditshme është e patjetër për ta bërë, për të arritur në nivel profesional. Pra, gjithmonë, çdo ditë
keni atë rutinën e ushtrimit, po ashtu ndoshta edhe vikendi për juve nuk është vikend, mundemi me thonë. Edhe vikendi nga njerë na shkon vetëm duke praktikuar instrumentin, por nëse për të praktikuar këtë veprimtari duhet të jesh shumë një organizator i mirë i kohës. Kjo gjë që unë edhe e kam, e organizoj shumë kohën mirë dhe pastaj kam kohë për të gjitha gjërat e tjera për të zhvilluar. Si organizoni ju ditën, kështu në përgjithësi, ç'është është ajo rutina juaj tash? Rutina ime, tani për tani vetëm sa kam diplomuar në studimet bachelor në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës. Aty kam pasur rutinë tjetër, pasi çdo mëngjes zgjohesha, shkoja në ligjërata, pastaj ka qenë procesi i punës në praktikë në piano, që ushtroja, pastaj duke bërë gati për provime të ndryshme, koncertet, ka qenë shumë punë e lashme kjo kohë. Tek ndoshta edhe provimet, edhe këto, janë ato afatet e provimeve që janë pak më të frikshme kështu për studentët, edhe sidomos studentët e Universitetit të Prishtinës, sepse kemi atë tendencë që më thonë, okay, këtu e kemi pak më vështirë, edhe pse është gjithmonë ndoshta është njëjtë, por është ai mendimi ndoshta i përgjithshëm. Por edhe tek fusha e artit, për shembull, si janë këto pjesa të testimeve, ndoshta kurikula e kështu. Ka qenë shumë qesharake pasi edhe me kolegët e mi, kur kishim për të dalë në një koncert për me performu, nuk kishim domethënë ndonjë frikë të madhe, por kur vetë koha e provimeve aty kishim shumë frikë, edhe pse kemi pasur komisioni vetëm për 4 veta. Dhe në publik ka qenë salla e mbushur. Dhe kjo ishte shumë qesharake në mes kolegëve që e bisedonim këtë punë. Atë kujtohet ndoshta ndonjë lëndë e cila jo është dashur kështu ndoshta më shkri vetën komplet për me arrit një rezultat shumë mirë. Nuk ka pas ndonjë lëndë kështu që kam pasur vështirësi të mëdha, pasi i kam bërë gjitha kalkulimet me rregull për çdo lëndë, por ka pas lëndë shumë që më kanë pëlqyer edhe për pas pianos, siç ka qenë lënda solfegjos e tjera, ku kam shkuar edhe në gara të ndryshme edhe për lëndët e tjera, jo vetëm për piano. A mundesh më na tregu pak për këto gara? Po, këto gara ishin për lëndën e solfegjos kam qenë në gara, kur isha edhe në shkollë të mesme, dhe arrita të fitoja vendet e para, edhe pse kisha konkurrencë shumë më të mëdhenj se mosha ime. Ka qenë ndoshta po besoj një emocion i papërshkrueshëm, sepse edhe pjesa e moshës, pra ti më i vogël se ta, por përkushtimi edhe ndoshta dëshira e madhe për me fitu ka qenë ajo kryesorja. Po, përkushtimi dhe puna, më do e mos në këtë nivel. Duke marrë parasysh që prej shkollës fillore jeni mirë me këtë pjesë, kjo ka qenë edhe kështu e pritshme ndoshta për juve, sepse është diçka që baza ka qenë atë, pra edhe përderisa kemi një bazë të fortë dhe ushtrojmë konstant, e kemi pra një konstante kështu për vetëm, pra një organizim i kohës i mirë dhe një seriozitet shumë i madh i punës. Serioziteti në punë është i gjithanshëm. Unë kam qenë shumë serioz në këtë punë dhe kam qenë një njeri vendosur që kur kam pasur një qëllim, më do e mos e kam arrit atë qëllim. Desha të fokusohem pak tek pjesa e daljes, pra në skenë, e përmendët krahasimin tek provimet edhe tek daljes në skenë para shumë një numër të madh, domethënë publikut. A mundesh më na tregu ç'ysh është ajo ndjenja kur dal në skenë, ndoshta disa minuta para se me fillu kështu performancën, ç'ysh ndihesh ti për shembull kur i ki një publik tërë, domethënë e ki krejt vëmendjen tek ty, edhe presim pra ata duhen me shiu performancën. Është një ndjenjë shumë e veçantë kur ne interpretojmë në koncerte të ndryshme, por është edhe një pjesë shumë stresuese para se me fillu koncertin. Ne para daljes në skenë, derisa vendosemi në karrikën e pianos dhe fillojmë të interpretojmë, është një emocion i papërshkrueshëm, pasi gjithë publika e ka shikimin tek ti. Por kur filloj të interpretoj në piano, aty më duket sikur gjithçka është fikur, vetëm unë jam duke interpretuar, thellohem në vepër dhe mundohem që të arrij maksimumin. A është ndoshta një ndjenjë sikur me hy në një botë tjetër, pra është si një fluske jotja? Ashtu është një ndjenjë e papërshkueshme,
por një instrumentist i mirë gjithmonë duhet të kuptoj stilin, duhet të kuptoj epokën kur është kompozuar një vepër, duhet të kuptoj edhe mesazhin që ka menduar kompozitori për atë vepër që ka kompozuar, dhe me gjithë gërshëtimin e këtyre. Pra dush me hyn vepër. Dush me hyn vepër me një fjalë. Me një fjalë dush me hyn vepër. Çfarë reagime keni pas ndoshta prej performancave të para, kritikat ndoshta edhe mbështetjen? Kritikat i ka marrë sikur një gjë pozitive nga profesorët kur kam qenë më i vogël, pasi atëherë kam qenë duke promovuar veten normal nëpër koncerte dhe me arritjen në një nivel më të lartë, unë kam parë që kam arritur një pjekuri artistike. Kjo pjekuria artistike, a mundesh me na kështu shpalos këtë, si mendon që arritet? Pjekurinë më të madhe artistike e kam arritur në fakultet, ku në fillim fillova me profesoreshën Valbona Pula Petrovci 2 vitet e para, ku ajo më besoi punën mua dhe punoi me shumë dashuri në këtë aspekt. Ku më pastaj vazhdova vitin e tretë me profesoreshën Leila Pula dhe më pas diplomova dhe me profesorin Mizba Kaçamako dhe mora titullin bachelor i muzikës në performim, specializimi piano. Dhe gjithë kjo kohë ku kam studiuar, kam arritur një pjekuri artistike dhe jam përgatitur shumë profesionalisht. Tek pjesa e fakultetit, ndoshta me krahasu veten prej vitit parë dhe tash i diplomuar, a shën ndoshta veten tek ndoshta të kujtohet ndonjë memorie pra e vitit parë dhe duket sharake apo duket argëtuese? Ka shumë momente qasharake dhe momente të mira që kam kalu këto 4 vitet në studimet bachelor. Janë momentet e paharrueshme me shoqëri me kolegë, edhe ato bisedimet, ato diskutimet rreth veprave dhe gjithçka ka qenë pa imagjinueshme dhe ka shumë momente të mira që unë mendoj që isha kthy edhe një herë në atë kohë për me shiju edhe një herë. Pra ishe kthy në fakultet edhe një herë? Edhe një herë isha kthy, edhe pse tash jam duke vazhdu studimet master. Po. Studimet master jam duke studiuar në Universitetin Kiril dhe Metodi, në Shkop, Maqedoni të Veriut, në drejtimin e profesorit Zoran Peshevski. Jo, kjo duket se është e pritshme, pra, me një herë, ndoshta e shijut mjaftueshëm këtë titullin e bachelorit, me një herë vazhduat edhe tek mastere. Nga erdhi do më thonë ky intensitet nuk është ndalë. Po, vetëm nuk kam dashur të ndalë këtë intensitet e punës, pasi po e marr një shembull, piano, muzika në përgjithësi është sikur një sportist. Nëse nuk praktikon një javë atë sport, ai ka me humb gjithë aftësinë. Edhe piano është ashtu, nëse ndalesh ti për një kohë dhe nuk e zhvillon aktivitetin, nuk do të thonë që humb teknikisht, por e humb atë formimin artistik. Pra jo përmendet në Tetov, pra është masterja, apo? Në Shkop. Në Shkop, okej, më falni. Pra është më larg, është një eksperiencë më e re, kështu më ndryshe, që nga sepse këto normal brenda shtetit tonë, gjithmonë është pak e një pak a shumë vendin, kështu. Si po, që shpo ndihesh për tash master, është një nivel shumë më i lartë i seriozitetit? Tani sa po kam filluar studimet master dhe ende nuk kam mjaftu koha me i shiju gjithë ato gjana të ndryshme. Por prapë së prapë është, edhe pse është fillimi, është një ndjenjë më ndryshe. Po, është një ndjenjë më ndryshe pasi ka qenë provimet pranuese dhe procesi dokumentave që ka qenë për të kryer ka zgjatë gati 3 muaj dhe u kon një sfidë pak në vetë derisa ka ardhur ky moment. Si e ndi kur e pranu? Janë ndje shumë i lumtur, gjithashtu kam pas edhe një krenari në vete, pasi kam bërë krenar dhe prindrit dhe kam arritur qëllimin që kam dashur të arrij. Pikërisht edhe prindrit këtë pjesë do të falenderuar shumë, sepse ata po besoj tek kjo sidomos, tek këto gjëra që po dëgjoj, pra, ata kanë qenë mbështetja kryesore, që nga fëmijëria, edhe gjithmonë po besoj që kanë me vazhdu me të mbështetë dhe janë shumë krenar me ty. Po, besoj edhe unë ashtu, besoj janë krenar me mua, pasi ja kam arritur gjitha qëllimet e mia në jetë dhe jam duke vazhduar të arres, sepse
nuk do ndalem për njerë. Cilat janë planet e Sarmës? Për momentin, planet e të Sarmës janë të kryej studimet master, pastaj të vazhdoj studimet e doktoraturës. Gjithashtu jam duke marrë dhe me punë pedagogjike, jam në proces të hapjes të një kursi për të rinj, të pianos, Art Piano Studio, ku mundi me më gjetë në për rrjetet sociale. Dhe pastaj duke zhvillu këtë punën e kursit dhe të kryej studimet e mia. Pikërisht do më thonë në mos më largu fare nga fusha jote, pra intereset. Po ashtu edhe kjo është një pjesë pra pedagogjisë e cila është goxha vështirë kështu mu rikthy tek fillimet e para, pra sepse për ty mund të më qenë diçka shumë e kuptueshme, shumë e lehtë, por për dikush që ndoshta se ka idenë se çka po ndodh, atëherë mundet më qenë më e vështirë edhe mundet ty me të rikthy në kohë. Po, pasi unë kam kaluar gjithë këto vite, gati 17 vite me piano, dhe gjithmonë kam pasur dëshirë punën me fëmijë dhe me moshën e mesme dhe për t'ia shfaqur studimet e mia atyre dhe edhe ata të arrijnë në një nivel. Po besoj edhe ju jeni një person kështu shumë i qetë edhe tolerant pra në këtë pjesë. Do me thonë keni me kuptu totalisht komplet, do me thonë këta student ose nxënësit që keni me pas në kurs. Po, gjithashtu jam shumë i rregullt me punën me fëmijë dhe e kam pas dëshirë shumë. Sepse normal ajo puna si e performimit artistiku nuk do e ndalë asnjëherë, por është puna që këtu të na nuk t'jepet mundësia me punu sikur solist. Duhesh vetëm me punu me punë pedagogjike ose diçka tjetër. Po unë i gërshëtoj ato dhe nuk do mbes me asnjërin më pak ose më shumë. Tek muzika klasike, deshta me të pyet, sa mendon që vlerësohet tek ne edhe ndoshta çmohet? Mendoj se ka potencial të madh muzika klasike tek ne, është duke u zhvilluar gjithnjë më shumë, por gjithashtu mendoj se duhet të jepet më shumë hapësirë dhe mundësi të ndryshme artistëve. Po ndoshta edhe mbështetja institucionale është ajo kryesorja që do të më qenë, sallat e ndryshme, pra janë ato që edhe kushtet pra të sidomos tek studentët, është ajo që do të më pas, pra do të më pas gjitha kushtet që më mujtë me u zhvillu sa më shumë, sepse kemi salla që ndoshta janë të pakta edhe studentët tani pastaj do të më pas ndoshta shumë orare të ndryshme që për me ndoshta bëjsin të ditën fakultet, grupe më të vogla, kështu janë ato sfidat të ato fakultetet që ndoshta ta marrin gjithë ditën kështu. Dhe kjo ka qenë një sfidë shumë e madhe në fakultet, pasi nuk ka pasur shumë salla të ndryshme ose ushtrimore që i quajmë ne për të ushtruar piano si instrumente të ndryshme. Dhe gjithashtu është dashur me prit me ren për me ushtru. Gjithashtu është edhe mungesa e sallës së operës që ndikon shumë tek ne, pasi opera është duke u zhvilluar tek ne, opera e Kosovës. Unë gjithashtu kam qenë korist në operë, ku kam performuar si korist në operën La Traviata të Giuseppe Verdit. Si ka qenë një eksperiencë? Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, sepse aty ke punë bashkëpunim me kolektiv, me gjana dhe gjitha momentet janë të paharrueshme në atë kohë, sepse kemi kaluar shumë mirë në mes vete. Por mungesa e sallës tek ne, për shembull janë ato skenat që instrumentistët duhet të rrinë më poshtë, që mos të shihen nga publiku, pastaj këto lëvizje skenike dhe koristët të jenë në skenë. Pra, jo, do me thonë një merë kështu goxha edhe me disa asane tjera, pra gjithmonë keni qenë aktiv kështu edhe ndërsa shoqëria në fakultete bën këto, edhe socializimi, pikërisht me këtë lloj të shoqëri, sepse ndoshta jo nuk gjithmonë dëshira pra arti edhe ato hobit tona që i kemi na lidhen me njerëz. Sa mendon që arti është pikërisht pika kyçe e socializimit? Mendoj se arti është një pikë kyçe e socializimit, pasi unë i kam edhe disa pika kështu të mia që duhet të jesh serioz nëse merresh me këtë punë. Domethënë seriozitetin e punë, gjithashtu duhet edhe bashkëpunim
me gjithë që merren me këtë lëmi. Unë për vete kam bashkëpunuar me shumë instrumentistë edhe solo këngëtare tjera që kemi edhe lëndën e muzikës kamertale, ku kemi bërë muzikë në grup me violina, klarinet, viol edhe instrumente tjera. Dhe edhe ajo këto koncerte më kanë pëlqyer shumë, pasi kur ti jesh me kolektiv je më i përmbushur. Po, vërtetë dhe është ndoshta një kohën e kalon më mirë dhe jeni më të arashëm kështu. Gjithmonë ai procesi i punës, gjanat, bashkëbisedimi në mes vete dhe kemi kaluar shumë kohë të mirë me këta që kanë bashkëpunuar. Cilat janë ato 3 veçoritë që sipas teje duhet mi pas një artist, pra një muzikant, dhe ndoshta që fitohen gjatë viteve të punës? Mendoj se një artist së pari duhet të jetë vetvetja, mos të jetë indikuar nga rrethanat e tjera, ta doj punën e tij dhe të punoj për të arritur një sukses. A mendoni se mesazhi i cili përçohet përmes veprave është ajo ndër gjërat kryesore në një performancë? Është interesante kjo pikë, pasi që ne kur thellohemi në një vepër, atë publiku më do e mos menjëherë ka me vrejt atë emocionin që ne e shprehim përmes muzikës. Na kemi ndonjë vepër e cila ndoshta tek ju e ka atë efekt që me të vërtetë jeni i lidhur shpirtërisht me ta? Ka vepra të ndryshme, gjitha veprat janë të mira në muzikë, në muzikën klasike sidomos, por ka epoka të ndryshme, barok, klasicizëm, romantizëm, muzika moderne e tjera, por unë jam më shumë tek muzika e romantizmit. Pse pikërisht pëlqen kjo? Nuk e di, ka ashtu vjet melodike dhe veprat, kompozitorët që kanë qenë në atë periudhë, në shekullin 19, mëdomos romantizmi i vonë më pëlqen më shumti në atë ku kompozitori Ramaninov. Pra keni kështu si muzë? Po, kompozitori Ramaninov e kam kështu të preferuarin dhe veprat e tij. Atëherë Art, faleminderit shumë që ishe sot në studio edhe me të vërtetë u kënaqëm duke i bisedu këtu. Me të vërtetë kur diskutojna për artin, hym në botë tjetër, pra edhe pse unë nuk e kam atë profesion, gjithmonë pasionohna me këtë pjesë. Faleminderit shumë, edhe di pse puna juaj e gazetarëve me neve muzikantët është pak e vështirë, pasi ne nuk jemi shumë mirë me fjalët. Kupton, por ne me fjalët ne më shumë shprehemi përmes interpretimit në instrument. Sot dhe me fjalë keni qenë super. Faleminderit shumë, më vjen mirë. Dashur shikues, kaq kishim për sot. Mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.